Gjermania me rregulla të reja si mund të rifitohet shtetësia shqiptare për atë që e kanë ndruar. Enkeleda Oldashi Usinger nuk e mori të lehtë vendimin për të hequr dorë nga shtetësia shqiptare, edhe pse jetonte për vritesh në Gjermani dhe dinte se një pasaport gjermane do t'i lehtësonte ndjeshëm jetën në punë, udhëtimin, në çdo marrëdhënie me shtetin. Denja e lidhjes me vendinjen i mbeti gjithmonë e fortë. Por gjithçka ndryshoi gjatë një udhëtimi nga Saranda në Korfuz. Mbaj mend në anien me tim shokët e dy miq tanë gjerman, të gjithë shtedhësit e BE-s kaluan pa problem, ndërsa neve shqiptarëve na mbajtën mbi një orë në vap të tmerrshme pas një shpjegim. Atë ditë ajo vendosi të aplikonte për shtetësinë gjermane duke lënë pas dhimbje dokumentin shqiptar. Një dokument që nuk ekzistonte. Tani 20 vjet më vonë, kur Gjermania fal një ndryshimi në ligjin e shtetësisë, lejoi mbajtjen e dy shtetësive, Enkeleda nuk u mendua 2 herë dhe nisi me njëherë aplikimin për shtetësinë shqiptare. Por procesi nuk shkoi siç kishte shpresuar, aplikimi u bllokua nga ambasada, konkretisht nga seksioni kulturor në konsullor në Munich, i cili kërkoi një certifikat lindje dhe një certifikat familjare të lëshuara nga autoritetet gjermane. Një certifikat lindje nga Gjermania mund të ketë kuptim vetëm për ata që kanë lindur në këtë vend, po për ata që kanë lindur në Shqipëri kjo kërkesë ishte absurde. Autoritetet gjermane çuditeshin kur u kërkonin certifikata lindje rrëfen Enkeleda. Enkeleda Oldashi nuk është e vetme, ajo si dhe shumica 174 qytetarëve që sipas ambasadës shqiptare në Gjermani kishin paraqitur një kërkesë për rikthimin e shtetësisë shqiptare në Berlin, i preku e njëjta pengesë dokumentare. Më së fundi, pas shumë përpjekjeve, qeveria shqiptare ndroi ndryshimin e rregullorës, pasi nuk bëhet fjalë për shtetas gjerman, po për shtetas shqiptar, që nuk ishte më e nevojshme një certifikat lindje nga Gjermania, mjaftonte një certifikat e lëshuar në Shqipëri. Kështu pra, Enkeleda kishte dorëzuar këtë certifikat që në fillim së bashku me gjithë dokumentet e tjera, ndryshimin rregullore i hapi asaj rrugën që më parë ishte e bllokuar. Kësaj here gjithçka shkoi qetë për Enkeleda Oldashi Usinger, edhe pse procesi ishte i lodhshëm, përpjekja ja vlejti, thot ajo, megjithse presidenta heziton të gëzohet, do të gëzohen vetëm kur të kem pasaportën shqiptare në dorë.